6 shenja që dikush të uren, por e fsheh. Një udhëtim në psikologjinë e marrëdhënieve me Carl Gustav Jung. Para se të ndiqni këtë artikull, mos harroni të pëlqeni faqen tonë dhe të lini komentin tuaj të çmuar. A keni ndjerë ndonjëherë se dikush në jetën tuaj mund të ketë inat ndaj jush, por e fsheh pas një buzëqeshjeje? Është një ndjenjë që të lë të hutuar. Personi duket i sjellshëm, por diçka brenda teje thotë se ka diçka që nuk shkon. Mendimin e Carl Gustav Jung, një nga mendjet më të mëdha të psikologjisë, do të zbulojnë 6 shenja delikate që tregojnë se dikush mund të ketë inat ndaj jush, por e maskon me mjeshtri. Ky nuk është një udhëzim për të akuzuar, por një mjet për të kuptuar dinamikat e marrëdhënieve dhe për të mbrojtur veten me vetdije. Jung na mëson të lexojmë mesazhet e fshehura të shpirtit përmes koncepteve si hija, projektimi dhe individualizimi. Le të zhytemi në këto shenja, të shpjegura thjesht, sikur të ishin duke biseduar para një kafeje. 1. Të kritikon në mënyrë të tërthortë. Jung fliste për hijen, atë pjesë të vetes ku fshihen ndjenjat negative dhe pasiguritë që nuk duam t'i pranojmë. Një person që të urren, por e fsheh, shpesh lëshon inatin e tij përmes shakave ose komenteve fumbuese që duken të pafajshme, por të lëndojnë. Për shembull, mund të thotë, "Oh, ti je gjithmonë kaq perfekt", apo "Jo", me një ton që të bën të ndihesh në siklet, ose "Jo të gjithë mund të jenë kaq të shkujdesur sa ti". Këto nuk janë sulme të hapura, por të lënë me një ndjenjë fumbimi. Jung do të thoshte se është hija e tyre që flet, duke nxjerrë inatin në mënyrë të mbuluar. Çfarë të bësh? Beso instinktit tënd. Nëse një koment të bën të ndihesh keq, mos e injoro. Përgjigju me qetësi, për shembull, çfarë do të thuash me këtë, ose vëzhgo nëse ky është një model i përsëritur. Kjo të ndihmon të kuptosh nëse ka diçka që nuk shkon. 2. Të injoron selektivisht. Ky person nuk të shmang plotësisht, do të ishte shumë e dukshme, por e bën në mënyrë delikate. Jung do të quante këtë projektim. Ata projektojnë inatin e tyre mbi ty, por e maskojnë si indiferencë. Për shembull, kur flet për diçka që të entuziazmon, mund të tundin kokën pa dëgjuar vërtet, të shikojnë telefonin ose të ndryshojnë temë me një interesante të ftohtë. Ose, nëse organizojnë diçka me të tjerët, harrojnë të ftojnë dhe thonë, "Oh, më fal, nuk më shkoi mendja." Kjo indiferencë selektive të bën të ndihesh i përjashtuar. Çfarë të bësh? Mos e merr personalisht. Pyet drejt për drejt, kam vënë re që je pak i distancuar, ka diçka që nuk shkon. Nëse vazhdon, vlerëso nëse kjo marrëdhënie ja vlen. Meritoni njerëz që ju vlerësojnë. 3. Sillet në mënyrë jo konsistente. Një ditë është i sjellshëm dhe miqësor, të nesërmen i ftohtë dhe i distancuar, pa ndonjë arsye të qartë. Jung do ta lidhte këtë me mungesën e individualizimit. Personi nuk është në paqe me veten, dhe ky konflikt i brendshëm reflektohet në sjelljen e tij ndaj teje. Për shembull, një koleg mund të ndihmojë një ditë dhe të nesërmen të trajtojë si bezdi. Ose një mik është i ngrohtë për një periudhë, pastaj papritmas të shmang. Kjo jo konsistencë të lë të hutuar dhe të pasigurt. Çfarë të bësh? Mos u lër të tërhiqesh nga hutimi. Pyet, kam vënë re që ndryshon qëndrim me mua, ka diçka që do të më thuash? Nëse sjellja vazhdon, mbro shëndetin tënd emocional duke mbajtur distancë. 4. Të ul në mënyrë delikate. Ky person nuk të sulmon hapur, por minimizon sukseset ose ëndrat e tua për të bërë të ndihesh më pak. Jung do të thoshte se po projektojnë pasiguritë e tyre mbi ty. Për shembull, nëse ndan një lajm të mirë si një ngritje në detyrë, mund të thotë, "Po, mirë, por nuk është ndonjë gjë e madhe." Ose, nëse flet për një ide, përgjigjet, "Nuk jam i sigurt nëse do të funksionojë." Këto komente të bëjnë të dyshosh për veten, dhe ky është qëllimi i tyre i fshehur. Çfarë të bësh? Kujto vlerën tënde. Përgjigju me siguri, "Për mua është e rëndësishme." Nëse kjo sjellje përsëritet, pyet veten nëse ky person meriton vend në jetën tënde. 5. Të shmang në momentet e rëndësishme. Kur ke nevojë për mbështetje, ky person zhduket. Jung do ta lidhte këtë me mungesën e paqes së brendshme, që i bën të shmangin situata ku duhet të tregohen të ndjeshëm. Për shembull, nëse kalon një moment të vështirë, mund të thonë, "Më fal, jam i zënë", ose të japin një përgjigje sipërfaqësore. Në momente si ditëlindja jote ose një ngjarje e rëndësishme, gjejnë justifikime për të mos qenë aty. Kjo mungesë të bën të ndihesh i vetëm. Çfarë të bësh? Mos ndiq dikë që të shmang. Pyet, kam vënë re që nuk je aty kur kam nevojë, ka diçka që nuk shkon. Nëse vazhdon, përqendrohu te njerëzit që janë vërtet aty për ty. 6. Flet për ty në mënyrë të paqartë me të tjerët. Inati i fshehur shpesh del kur ti nuk je i pranishëm. Jung do ta quante këtë projektim. Personi flet për ty me komente të paqarta ose negative, por kur drejt për drejt. Për shembull, një mik mund të të thotë, "Ajo tha që je pak tepër i sigurt në vetvete", ose "Tha që je egoist, por ndoshta nuk e kishte në kuptim të keq." Këto komente, shpesh të shoqëruara me ton sarkastik, synojnë të ulin pa u ekspozuar. Çfarë të bësh? Mos i injoro këto sinjale. Pyet drejt për drejt, "Dëgjova që ke thënë këtë për mua, mund të flasim?"
Nëse sjellja vazhdon, mbaj distancë nga dikush që nuk të respekton. Përfundim. Këto 6 shenja, kritikat e tërthorta, ignorimi selektiv, jo konsistenca, ulja delikate, shmangia në momente të rëndësishme dhe komentet e paqarta, janë gjua e hijes, sipas Jung. Ato zbulojnë inatin e fshehur, edhe kur personi përpiqet ta maskojë. Vëzhgo këto shenja në marrëdhëniet e tua dhe beso instinktit tënd. Jung na kujton se meritoni marrëdhënie që ju ushqejnë, jo që ju bëjnë të dyshoni për veten. Përdor këto njohuri për të mbrojtur veten dhe për të ndërtuar lidhje më të shëndetshme. Nëse njeh ndonjë nga këto shenja, ndaje përvojën tënde, mund të ndihmojë të tjerët të ndihen më pak të vetmuar.